Lexim nga Apostulli i ditës. Letra e dytë e Shën Pjetrit, kapitulli 3, vargjet 1-17. Po ju shkruaj tani juve, o të dashur, këtë letër të dytë, letra me të cilat zgjoj në mendjen time kujtesë të kthjellët, që të kujtoni fjalët që u parafolën nga profetët e shenjtë, edhe urdhërimin e ne apostujve të Zotit dhe shpëtimtarit. Dijeni së pari këtë, se në ditët e fundit do të vinë përqeshës, të cilët do të ecin pas dëshirimeve të tyre e do të thonë: ky është premtimi i ardhjes së tij, sepse që atë ditë që fjetën etërit, të gjitha mbetën siç ishin qysh në fillim të krijimit. Sepse me dashje nuk e din këtë, se me fjalën e Perëndis u bën qiejt që moti, edhe toka që është bërë prej ujë e me anë ujë, me anë të cilave bota e të hershme u mbulua me ujë dhe humbi. Edhe qiejt e sotëm dhe toka me anë të po asaj fjale janë mbajtur si thesar, duke u ruajtur për zjarr në ditën e gjyqit e të humbjes së njerëzve të pabesë. Edhe një, këtë mos e harroni, o të dashur, se pranë Zotit një ditë është si 1000 vjet, dhe 1000 vjet si një ditë. Zoti nuk e vonon premtimin e tij, sikundër disa e numërojnë për vonesë, por tregon zemërgjërsi për ne, sepse nuk do që të humbasin disa veta, por të gjithë të vinë në pendim. Edhe dita e Zotit do të vijë si vjedhës natën, ditë në të cilën qiejt do të shkojnë me krismë, edhe elementët duke u ndezur do të treten, edhe dheu e veprat që janë në të do të digjen krejt. Kur pra këto të gjitha të treten, çfarë lloji njerëzish duhet të jeni ju në sjelljet e shenjta dhe në shprestarit, duke pritur e duke dëshiruar fort ardhjen e ditës së Perëndis, në të cilën qiejt duke u djegur në zjarr do të treten, edhe elementët duke u ndezur do të treten? Edhe si pas premtimit të atij presim qiej të rinj dhe tokë të re, në të cilët rri drejtësia. Prandaj, o të dashur, duke pritur këto, kujdesuni të gjendeni përpara atij me paqe, të panjoll e pa tëmet. Edhe zemërgjërsinë e Zotit ton numërojeni për shpëtim, sikurse edhe vëllai ynë i dashur Pavël ju shkroi juve sipas diturisë që ju dha atij, sikurse edhe në të gjithë letrat e tij, duke folur në ato që këto çështje në mes të cilave ka disa që janë të vështira për të kuptuar, të cilat të paditurit e të paqëndrueshmit i shtrembërojnë, sikurse edhe shkrimet e tjera për humbjen e vetes së tyre. Ju pra, o të dashur, duke i ditur që përpara këto, ruhuni, që të mos tërhiqeni nga mashtrimi të paligjve, e të bini nga mbështetja juaj, edhe shtohuni në hir e në njohjen e Zotit ton dhe shpëtimtarit Jesu Krisht. Atij qoftë lavdia, edhe tani, edhe në ditën e përjetshme. Amin. Lexim nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 13, vargjet 24-31. Po në ato ditë, pas atij shtrëngimi, dielli do të erret, edhe hëna nuk do të jap dritën e saj, edhe yjet e qiellit do të bien, edhe fuqitë që janë në qiej do të tunden. Edhe atëherë do të shohin të Birin e Njeriut duke ardhur ndërre, me fuqi të madhe e me lavdi. Edhe atëherë do të dëgjojë ëngjëjt e tij, edhe do të mbledh të zgjedhurit e tij nga 4 errat, prej këndit të dheut e deri në kënd të qiellit. Edhe prej fikut mësoni paravolin, kur dega e tij bëhet e butë edhe nxjerr fletët, e dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur të shihni këto se bëhen, dijeni se është afër në dyer. Me të vërtetë po ju them juve, se ky brez nuk do të shkojë derisa të bëhen këto të gjitha. Qielli dhe dheu do të shkojnë, po fjalët e mia nuk do të shkojnë.